Qeveria e Lituanisë shpalli gjendjen e jashtëzakonshme pas një serie incidentesh me balona të nisura nga territori i Bielorusisë, të cilat sipas autoriteteve lituaneze përbëjnë një sulm hibrid dhe rrezik serioz për aviacionin civil. Ministri i Brendshëm Vladislav Kondratovic deklaroi se balona që mbajnë cigare kontraband po hynë vazhdimisht në hapësirën ajrore të Lituanisë dhe kanë detyruar mbylljen e aeroportit të Vilniusit në shumë raste. Pra, pyetja kryesore është pse është shpallur gjendja e jashtëzakonshme. Kjo për shkak të sulmit hibrid nga regjimi bielorus, i cili solli lëshimin e balonave me mallra kontraband në territorin e Lituanisë, duke paraqitur një kërcënim për aviacionin civil. Sipas tij, në kushte të tilla, ushtarëve mund t'u jepen kompetenca të posaçme, duke i lejuar të veprojnë krahas strukturave të Ministrisë së Brendshme, si edhe në mënyrë të pavarur kur është e nevojshme. Këto incidente kanë pasur ndikim të drejtë për drejtë në qarkullimin ajror. Drejtori i aeroporteve të Lituanisë tha se vetëm në 2 muajt e fundit, hapësira ajrore është mbyllur 15 herë duke prekur rreth 350 fluturime dhe më shumë se 50.000 pasagjerë. Ndërkohë, autoritetet bieloruse mohojnë çdo përfshirje.